Duke parë këtë gjendje, ashtu dhe siç kemi paralajmëruar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka iniciuar në Kuvendin e Kosovës ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme. Përmes këtij projekt ligji kemi propozuar pezullimin për 1 vit të vlerësimit të pronave që është bërë në vitin 2022 nga ana e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, në mënyrë që tatimi në pronë të mos rritet në këtë kohë të gjendjes së rënduar ekonomike. Ky ndryshim dhe plotësimi i ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme do të mundsoj aplikimin e vlerësimeve të pronave dhe faturave tatimore që kanë qenë deri në vitin 2022. Gjithashtu, është propozuar që Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të organizoj një proces të ri të vlerësimit të pronave të paluajtshme. Vlerësimi i ri i pronave duhet të mbështetet në një proces profesional dhe transparent, ku qytetarët dhe komunat do t'i kenë të qarta metodologjinë dhe kriteret në bazë të cilave është vlerësuar prona.